Kombëtarja vajzave luajti mbrëmjen e së shtunës në stadiumin Loro Boriçi përballë Çekisë, ndeshje e vlefshme për kualifikuesit e botërorit 2027. Kuqezezat u mposhten me rezultatin 1-5 në një sfidë ku për disa momente treguan reagim dhe lojë të mirë. Minutat e para të takimit ishin të balancuara, me të dyja skuadrat që luftuan për kontrollin e lojës dhe u përpoqën të afrohen te portat respektive. Çekia kaloi në avantazh në minutën e 14 pas një gabimi në prapavijen e skuadrës sonë. Megjithatë, reagimi i kuqezezave ishte i menjëhershëm. Vetëm 3 minuta më vonë Fortesa Berisha realizoi një eurogol të bukur nga distanca, duke barazuar shifrat dhe duke gjetur të papërgatitur portieren kundërshtare. Pas golit të barazimit, Shqipëria pati edhe disa mundësi të mira për të kaluar në avantazh, por pa arritur të finalizojë. Në minutën e 37, Çekia gjeti sërish golin me Kiroven, e cila realizoi nga jashtë zone, duke rikthyer avantazhin për skuadrën mike. Pjesa e parë u mbyll me rezultatin 1-2. Në fraksionin e dytë të lojës, skuadra jon hasi me shumë vështirësi përballë presionit të kundërshtarëve me Çekin, që arriti të shënojë edhe 3 gola të tjerë, duke vulosur rezultatin përfundimtar 1-5. Rezultati është zhgënjyes dhe sigurisht nuk është një rezultat të themi i pranueshëm për një kombëtare, dhe pavarësisht themi të gjitha me një kombëtare si Jona, që edhe pse është relativisht të themi e re, jo shumë vjeçare, ka treguar karakter, sidomos me sezonin e kaluar me qëndrimin në Ligën B. Padyshim që vllaznia do e kërkojë dhe do të vazhdojë të kërkojë, dhe ky nuk është një deziluzion, nuk është një zhgënjim. Mua si antari i Komitetit Ekzekutiv dhe përgjegjëse për futbollin e vajzave në Shqipëri, më vjen mirë që futbolli është rritur në këtë nivel, saqë qytetet të tjera apo ekipet të tjera të Superligës kërkojnë të fitojnë kupa apo të dalin në krye të renditjes. Pas 2 ndeshjeve të para në grupin B1, Shqipëria rënditet në vendin e 3 dhe do të rikthehet në fushë në muajin prill për 2 përballjet ndaj Walesit.